Shqipëria ka nënshkruar me Malin e Zi një memorandum mirëkuptimi që do të japë efekt pozitiv dypalësh në drejtim të veprimit të koordinuar rajonal në çështjet e drejtësisë. Kështu është shprehur prokurori i përgjithshëm Olsjan Çela nga Forumi Konsultativ i Prokurorëve të Përgjithshëm dhe Special të Ballkanit Perëndimor. Çela tha se ky aktivitet shërben pozitivisht në drejtim të kryerjes së një bilanci, në drejtim të evidentimit të problemeve dhe asaj që mund të bëhet më mirë. Krijimi i pikave të kontaktit për Ballkanin Perëndimor, mbështetja e vazhdueshme e prokurorëve ndërlidhës të Eurojust, si dhe takimet e koordinimit me homologët në rajon dhe në Bashkimin Evropian, kanë krijuar kanale të qëndrueshëm për shkëmbimin e informacionit. Duke komunikuar, kemi informacion më të mirë për sistemet juridike, si dhe mënyrën e funksionimit të agjensive ligjzbatuese në vendet respektive. Kjo na ka ndihmuar të kuptojmë më mirë problemet dhe të gjejmë zgjidhje për kapërcimin e pengesave. Në këtë mënyrë janë shmangur keqkuptimet e paqartësitë dhe shritur besimi reciprok. Fal këtij bashkëpunimi të strukturuar në mënyrë efikase, ne kemi tashmë institucione më të forta që po mësojnë të punojnë së bashku, bazuar në vlera dhe në praktika të përbashkëta. Shqipëria ka përfituar tashmë nga kjo iniciativë përmes disa hetimeve të përbashkëta të suksesshme. Trafiqet e drogës, armëve, kontrabandimi i njerëzve, si dhe aktivitetet të tjera kriminale vazhdojnë të përbëjnë shqetësim për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ne kemi përgjegjësinë për të gjetur zgjidhje në goditjen e këtyre fenomeneve kriminale. Ka nevojë për një koordinim më të mirë së pari të veprimeve mes të gjitha agjencive ligjzbatuese në rrafshin kombëtar, në mënyrë që të harmonizohen aktivitetet hetimore dhe ritmi i tyre në raport me vendet e tjera që do të bashkëpunohet. Besoj se ka ende mjaft potencial të pashfrytëzuar në drejtim të përdorimit të mekanizmit të ngritur përmes projektit të drejtësisë penale në Ballkanin Perëndimor. Në këtë kuadër, memorandumi i mirëkuptimit që do të nënshkruajmë sot me Malin e Zi është shenjë e një angazhimi serioz e afatgjatë, që ndërsa do të krijojë dinamika të reja në bashkëpunimin dypalësh, do të japë njëkohësisht efekte pozitive në drejtim të konsolidimit të veprimit të koordinuar në planin rajonal. Ai shtoi se nga ky forum konfirmohet vullneti institucional në drejtim të kontributit të procesit të integrimit të vendit. Uroj dhe besoj që dita e sotme të shërbejë pozitivisht, si në drejtim të kryerjes një bilanci të punës së deritanishme, po ashtu edhe në drejtim të evidentimit të problemeve dhe asaj që mund të bëhej më mirë, duke përcaktuar qartë trajektoren që duam të përshkojmë në vazhdimin e bashkëpunimit rajonal. Për Shqipërinë dhe jo vetëm, arritjet e deritanishme përbën një progres të dukshëm. Kjo do të thotë që sistemet tona të drejtësisë janë në rrugën e duhur të standardizimit, të harmonizimit me standardet e BE-s. Dua të konfirmoj vullnetin tonë institucional në drejtim të kontributit ndaj procesit të integrimit evropian të vendit, të vetëdijshëm se puna dhe arritjet tona edhe në planin e bashkëpunimit rajonal lidhen ngushtë me këtë proces. Ndërsa sfidat mbeten, ky projekt ka hedhur themelet për një rajon më të fortë të sigurt, më afër integrimit të plot në familjen evropiane. Prokurori i përgjithshëm tha se duhet përcaktuar qartë trajektoria që do të përshkruhet në drejtim të bashkëpunimit rajonal sa i takon çështjeve të drejtësisë.